Selam aleikum të gjithëve. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Faleminderit të gjithëve që u përgjigjet ftesës së klubit të librit Nur. Sot kemi kënaqësinë të prezantojmë, por edhe të promovojmë librin Besimtar të lindur, i sapo botuar në Shqip nga Lidhja e Hoxhallarëve të Shqipërisë. 2 fjalë të shkurtra thjesht për librin dhe për atë se çfarë përfaqëson libri. Pastaj sigurisht që i kalon fjala Hoxhës edhe Klajdit që është edhe përkthyesi. Libri parashtron një tezë shumë të fortë, e cila përfaqëson një herazi, një miratim dhe një sfidë. Miratim sepse tashmë vërtetohet edhe shkencërisht përmes kryerjes së eksperimenteve me fëmijë nga ana e psikologëve zhvillimor. Thënia e mirënjohur e profetit Muhammed a.s. i cili thotë se çdo fëmijë lind në besimin e natyrshëm. Paraqet një sfidë sepse sfidon disa nga postulatet themelore të ashtu quajturit indoktrinim. Dhe gjithashtu sfidon konceptin që e konsideron fen si produkt shoqëror. Po sjellim diçka shumë shkurt nga libri për të vërtetuar këtë që sapo tham pak më sipër, pra se pse libri përfaqëson një sfidë, por edhe një miratim. Foshnjat kanë shumë çka për të kuptuar në botë. Përse dielli ndriçon dhe bie nata? Përse disa objekte lëvizin si përgjigje ndaj artikulimit të ndonjë fjale dhe disa të tjerë nuk luajnë vendit? Kush i kontrollon këto dukuri dhe kush përkujdeset për to? Si ndodh që përballja e mendjes së zhvilluar me këto pyetje dhe shumë të tjera të ngjashme me to bën që fëmijët të kulturave të ndryshme, në mënyrë të natyrshme, të zhvillojnë një besim te një fuqi hyjnore me tipare jashtëzakonisht harmonike midis tyre. Një Zot që është një krijues i fuqishëm, i ditur, i ndriçuar dhe provokues. E thënë shkurt, ne që të gjithë kemi lindur besimtar. Besimi fillon në mendje, thot autori, nën inercinë e ndikimeve të fuqishme, të brendshme dhe të jashtme. Fëmijët e kuptojnë mjedisin e tyre duke përfytyruar së paku një agent krijues dhe inteligjent. Një krijues të madh dhe kontrollues që e pajis botën me rregull dhe qëllim. Pra këtu është pak a shumë e përmbledhur shkurtimisht pothuajse e gjithë teza e librit. Dhe pa u ndalur në detaje, për prezantimin e librit kemi kënaqësinë të kemi të ftuar 2 referues. Së pari kemi kënaqësinë që një prej referuesve të jetë Hoxha Justinian Topulli, i cili duhet thënë që është edhe përzgjedhësi i librit dhe është përkujdesur për botimin e librit, dhe po ashtu kemi edhe përkthyesin e librit Klajd Bylyku. Pak a shumë kjo është ajo që desha të them lidhur me moderimin. Tani ja jap fjalën Hoxhës për të thënë për të parashtruar deri diku idenë themelore që paraqet libri, pra tezën themelore që paraqet libri dhe pse pikërisht ka zgjedhur që ta sjell në shqip këtë libër i cili praktikisht sfidon, siç e thash, disa nga postulatet themelore të sekularizmit, por sa kaq miraton disa nga ato besimet që ne i pretendojmë se janë themelore për ne. Kështu që më lejoni t'ja jap fjalën Hoxhës. Hoxh, fjala për ju. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Në radhë parë herë faleminderit për pjesëmarrjen. Do falenderoj vëllezërit, organizatorët, Andin, i cili është marrë me organizimin e takimit, Klajdin që ka përkthyer, Kevin që përfaqëson, po edhe vëllezërit e lidhjes që kontribuon në organizimin dhe botimin e librit që do të prezantojmë sot. Unë nisë zakonisht ka shpesh e bëj këtë lloj hyrje dhe pse ndoshta është përsëritur, po për arsye se një pjesë e jon kanë jetuar dhe vazhdojnë të jetojnë në një epokë tranzicioni. Kanë ndryshim epokash. Ose një pjesë të rinjve nuk kanë qenë
nuk e kam përjetuar. Dhe është e rëndësishme që ne si njerëz kuptojmë se ne historia e njerëzimit nuk ka nisur sot dhe nuk ka qenë kështu si është sot dhe nuk do të jetë kështu siç është sot. Pra, ka një lloj dinamike të brendshme në historinë e njerëzimit, në mënyrën se si njerëzit janë qasur njëri tjetrit, si janë qasur shoqërisë, si janë qasur fesë, si janë qasur besimit, se si e kanë ndërtuar jetën. Dhe nëse do ndajshim një lloj ndarje kështu pak të thjesht historinë e njerëzimit në dy epoka të mëdha. Një epokë që përbëhet nga mijëra vjet, ku historia e njerëzimit në qendër të saj, në qendër të kulturës, të rendit social, të mënyrës se si organizonin jetën, kishin besimin fetar, pavarësisht besimit që kishin. Dhe epoka e dytë e historisë është ajo që thon epoka moderne, që është shumë më e re dhe shumë më e shkurtër, e cila është zhvendosur besimin fetar dhe nuk e ka më në qendër të vëmendjes, por vendosi njeriu dhe çfarë pjell mendja e njeriu, arsye e njeriu, ose të paktën kështu quhet. Epoka moderne erdhi për arsye të ndryshme, për shkaqe të ndryshme. Mendimtarë të ndryshëm sollën ide të ndryshme ku thanë që feja është diçka e pavlefshme, diçka që kanë shpikur njerëzit, iluzion, prrall, etj. Dhe duke thënë këtë, atëherë ndryshoi paradigma dhe thanë që shoqëria njerëzore nuk ka më nevojë të mbështetet në fe. Sepse feja, nëse deri dje, pse ka lindur feja? Feja ka lindur thoshin për shpjeguar fenomenet që nuk i japshin shpjegimin njeriu. Para pse binte shiu, pse ndodhe profet, pse ka rreziqe, dhe gjitha këto apo pra për të shpjeguar njeriu ato frikrat e tij apo aktet e tij. Ka pas qaste të tjera të cilët thoshin që feja është shpikje sociale. Për shembull, Emil Durkheimi thotë që njeriu në vetvete ka shpikur fen sepse ai adhuron vetveten, adhuron shoqërinë e tij. Pra, feja nuk është gjë tjetër vetëm se ai totemi, i cilin totemi është i idhulli, i fshatit apo i fisit, i cili i përbashkon njerëzit dhe i krijon atë kohezionin social që lidh mes tyre. Dhe këtë funksion ka. Dhe njerëzit dhe këta mendimtar, Marxi, Max Weberi, Durkheimi, Freudi, dhe gjithë këta janë marrë me çfarë ka bërë feja në shoqëri, pra çfarë efekti ka pas feja në shoqëri. Marxi për shembull thoshte duke qenë se problemi i shoqërisë njerëzore është ekonomia. Mosbarazia ekonomike mes njerëzve. Pra njerëzit nuk janë barabartë ekonomikisht, pra ndodhin probleme. Prandaj ka lindur familja, thoshte ai, prandaj ka lindur kombi, prandaj ka lindur shteti, ka lindur kapitalizmi, ka lindur feja. Kështu që feja thotë është një lloj mënyre, një lloj drog apo pjun për popullin, thotë që e marr njeriu në qetësi, e qetëson pak, kështu e vën në gjumë që të qetësohet nga hallet e pabarazisë ekonomike. Kurse Freudi thoshte që feja është kompleksi e Edipit. Një spehim gjatë ato, me fal sipas pikpamjes së tij duke marrë nga mitologjitë greke, kompleksi e Edipit, djali vrau babain dhe për shkak të presionit që kishte se vrau babain, e vuante atë vrasjen e babait dhe kjo vuajtje që ai shkaktonte ishte shfaqje përmes besimit fetar, kështu që ai quante fe një lloj iluzioni. Dhe gjithë ta mendimtar apo Max Weberi thoshte që feja do të humbë rolin e saj për arsye sepse ajo i jepte shpjegim botës, i kapaciteton shpjegim botës, dhe në momentin që bota në modernitet, për shkak të zhvillimit teknologjik, për shkak të zhvillimit të shkencës, për shkak të përdorimit të arsyes, i ka çmagjepsur botën, pra nuk ka më xhin aty, nuk ka më shejtan, nuk ka më Zot, dhe çdo gjë që ne shohim, çdo gjë që shpjegohet në mënyrë shkencore, atëherë nuk ka më nevojë për fen. Nuk ka më nevojë për fen, kështu që për këtë arsye feja është një rudiment apo një mbentje e historive apo historisë njerëzore të vjetër, të antikitetit, të mesjetës, që ka pas gjitha këto funksione, ose ka shërbyer për është përdorur nga klasa sunduese për shtypur njerëzit që thoshin marksistët, ose është përdorur për të shpjeguar fenomenet natyrore që njerëzit nuk ishin në gjendje të shpjegonin njerëzit. Ky ishte shpjegimi i fesë.
Gabimi i tyre ishte se ata merreshin shpesh herë me efekte anësore që jepte feja, ose gjëra dytësore që jepte feja. Dhe merreshin se çfarë bën feja në shoqëri. Dhe nuk merreshin me faktin se nga e ka burimin origjinë feja. Dhe për këtë arsye, argumenti më i fortë që mund të them në tyre është se feja është indoktrinim. Cili është argumenti? Në një vend që janë shumica musliman, pra po themi ne në vendet arabe, njerëzit fëmijët dalin musliman, sepse prindët e tyre kanë musliman. Normale. Në një vend ku janë katolikë si Italia, për shembull, njerëzit dalin katolikë sepse prindët e tyre janë katolikë. Atje ku janë kinez, konfucianist, apo aty ku janë budistë, kështu me radhë, pra fëmijët indoktrinohen nga mjedisi social dhe prandaj feja është indoktrinim. Duke qenë se është indoktrinim feja, është diçka e panatyrshme. Dhe duke qenë diçka e panatyrshme, atëherë ajo është e panevojshme. Pra nuk është natyrale për njeriu, është e panevojshme, përkundrazi ka efekte negative, bën këtë, bën atë, siç jemi lodhur me këto. Unë nga njëherë s'do të përsëris sepse nga i kemi dëgjuar shpesh, kemi qenë vegjël në shkollë, po një pjesë e juaj s'e ka dëgjuar asnjëherë këto. Ne mësoshim në shkollë, kur mësoshim biologjin, kur mësoshim fizikën, mësoshim edhe pikpamjen marksiste apo dialektikën e marksizëm-leninizmit apo antifetare se çfarë ishte feja. Po çfarë ndodhi? Problemi është që atë parashikimi i tyre se feja do të zhdukej ose do të trejte apo do të izolohej, do të kthehej në çështje individuale, dështoi. Pse dështoi? Dështoi për arsye sepse ata i thjeshtuan shumë gjërat dhe nuk i hyn me themel të kuptonin se çfarë ishte në themel vetë feja. Nuk po flas nga pikpamja fetare, po flas nga pikpamja shkencore. Dhe thanë feja është indoktrinuar. Nuk është natyrale. Diçka që të jetë natyrshme, çfarë duhet të jetë, si duhet të jetë. Nëse ne i kthehemi historisë njerëzore, historisë më të vjetër njerëzore, aty ku quhen kohat prehistorike, pra ku nuk ka dokumente të shkruar, ku njerëzit nuk kanë lënë artefakte të dokumentojnë historinë se çfarë ka ndodhur, do të gjejmë shoqëri shumë të hershme, për mijëra vite përpara. Për shembull, nëpër disa shpella të Francës janë gjetur tablo apo piktura që datojnë 30.000 apo 40.000 vjet përpara, nëpër shpella. Piktura, të cilët tregojnë jetën atyre njerëzve dhe ti shikon që aty ka elementet fetare. Apo në varrimet, pra varret ku janë gjetur eshtra të njerëzve, janë gjetur elemente që nuk mund të interpretohen nga antropologët apo ato që kanë zbuluar vetëm si element fetar. Dhe kudo që janë gjetur gjurmë të hershme të historisë së njerëzimit, kanë gjetur në to element fetar. Pra feja si element kulturor, pa që në këtë moment, se ashtu e quajnë ato, është shumë e vjetër. Është shumë e vjetër. Dhe ka një paradigma ose një rregull në antropologjinë kulturore që thotë një element kulturor sa më i vjetër që të jetë, aq më i pashbëshëm është ai për njeriu. Për shembull, marrim teknologjinë. Njeriu i parë thon këta apo njerëzit sepse shpesh edhe kafshët përdorin vegla, por ta përpunimi i veglave është produkt njerëzor. Guri i latuar, të thoshin. Pra në momentin që ti e përpunon veglën, pra e bën gurin të mpret për ta përdorur atë për shtizë apo për cik, kjo është produkt njerëzor. Kjo është teknologji. Teknologjia nuk është vetëm telefon, edhe është teknologji. Rrota është teknologji. Teknologjia ka shoqëruar njeriu gjatë gjithë jetës së tij. Që nga fillimet e njerëzimit, pra po flasim, marrim si shembull gurin e latuar. Dhe nëse ky element kulturor është i vjetër sa vetë njeriu, feja është akoma e vjetër. Do thotë që feja nuk mund të zhbëhet. Prapë në rregullat e tyre, ligjit e tyre. Pra elementi i parë feja është shumë e vjetër, sa vetë njeriu. Kur marret mend njeriu prehistorik, që quhet njeri, Homo sapiensi, jo ata që ishin, të thonë ata majmun, kishte elemente fetare. Pavarësisht fesë apo besim që tonë. Kjo e parë, një. E dyta, është universal. Nuk ka shoqëri njerëzore në gjithë botën, në gjithë historinë, në çdo cep të botës, edhe të kenë lidhje s'kan lidhje me një tjetrin, të kuq, të bardhë, të verdhë, të zi, kudo që të kenë jetuar njerëzit, nuk ka njerëz mos kenë pasur fe. Tu përdoret një shprehje Plutarkut i cili thotë mund të gjesh shoqëri fise, të cilët nuk kanë mure, nuk kanë teatr, nuk kanë gjuhë të shkruar, por nuk gjem tek asnjëri prej tyre të mos kenë kult, objekte kulti që të adhurojnë.
Po ashtu ka edhe thënë të sociologëve të mëvonshëm, të cilët thonë nuk ka shoqëri njerëzore që mos të kenë pasur, pra gjitha studimet që kanë bërë, ato që quhen ata fise primitive, nëpër xhunglat e Amazonës apo në Azi apo kudo në Afrikë, në Amerikën e Jugut apo në Amerikën e Veriut, kudo ku kanë ekzistuar njerëz, qofshin primitiv sipas cilësimit të tyre apo jo primitiv, do të gjeni tek ta besime fetare. Dhe fakti që kjo përhapje e gjerësishme, universale, kudo ku ka pasur njerëz e fesë, atëherë kjo është argumenti i dytë që feja është e natyrshme. Edhe e treta, nëse shikojmë gjatë gjithë historisë së njerëzimit, shumica e njerëzve në botë janë besimtarë, pavarësisht besimit që ka. Edhe sot e kësaj dite, kur është epoka ndoshta e afetarisë më të shtuar në botë, pjesa më e madhe e njerëzve besojnë, pavarësisht se çfarë besojnë. Dhe numri më i madh i ateistëve gjendet ose në lindjen e largët, mos harroni se Kina përbën mbi nga të 1/8 e popullsisë botës, ka mbi 1 miliard banor. Dhe Kina ka qenë vend komunist. Dhe një pjesë e mirë e atyre që rezultojnë si ateist, rezultojnë pikërisht në Kinë. Do thotë që kjo shifër, komunizmi apo regjimi komunist ka imponuar ateizmin këtyre vendeve. Po ashtu i gjejmë atë edhe në një pjesë të vendeve perëndimore të cilët janë laicizuar. Për shembull, nëse shikojmë në Europë, vendi që ka ateizmin më të lartë në botë kush është? Çekia apo ish Çekoslovakia. Vendi i cili ka qenë pjesë e kampit ridor apo vendeve komuniste. Pra dhe sot e kësaj dite do të gjejmë që shumica e njerëzve besojnë në Zot. Edhe ata të cilët nuk përcaktohen, se shpesh anketimet që bëhen ai përket një feje, nuk i përket një feje. Shumë për njerëzve nuk identifikohen me fe të caktuar. Ta nuk janë ateistë. Sot ka vrimë të cilët nuk besojnë në fe, po janë spiritualistë, janë këto New Age e të tjera, të cilët kanë gjithsesi një lloj besimi që identifikohet si besim fetar. Këto janë tre elementë. Të katërt do flasi për më gjatë flet libri, por ajo që do të them unë është që nëse feja do të ishte indoktrinim nga shoqëria apo nga familja, nuk kishte mundësi që të ishte kaq e vjetër, nuk kishte mundësi që të ishte kaq universale e shtrirë, dhe nuk kishte mundësi që shumica e njerëzve në historinë njerëzore të ishin fetar apo të besimtar. Më saktë besimtar sepse feja të qenit fetar bazohet në qenin besimtar, por nuk është e njëjta gjë. Shpeshherë sepse ti mund të jesh besimtar, por nuk je fetar. Pra unë besoj se është Zot, por nuk praktikon. Pra fetar do të thotë ti je më praktikant. Pra për shemb agjiron Ramazan apo fal namaz apo shkon kish apo ku diun kryen rite të tjera, ndërkohë që ti mos kryesh, po identifikon, beson diçka në fuqitë mbi natyrshme. Dhe kjo është ajo që ka shoqëruar njerëzimin. Atëherë në momentin që këto mund të quhet diçka normë dhe natyrale nëse ajo nuk mund të quhet e tillë nëse ajo është pikërisht e përhapur gjerësisht, ajo është e vjetër se njerëzimi dhe përbën pjesën më të madhe të njerëzimit, atëherë kush është ajo për cilën duhet të pyetur, mosbesimi apo besimi? Norma është besimi, sepse nëse shumica e njerëzve besojnë, nëse njerëzit që herët kanë besuar dhe kudo kanë besuar, atëherë norma dhe e natyrshmja është pikërisht kjo. Pa marrë parasysh origjinën e fesë, pra po flasim nga ana shkencore në këtë rast. Pa parasysh kjo është norma dhe njerëzit nuk kanë nevojë pse pyesin dhe të studojnë që pse njerëzit besojnë. Sigurisht që ka prova për këtë, po duhet pyetur se njerëzit nuk besojnë, sepse mosbesimi është përjashtim në këtë rast. Mosbesimi është përjashtim. Dhe ateizmi është indoktrinim në fakt. Ateizmi është pikërisht indoktrinimi. Edhe jo besimi. Besimi lind në mënyrë të natyrshme, në mënyrë natyrale dhe nuk indoktrinohet fare nga prindërit. Për mos ta marr gjithë atë për hapësirë për të folur, do mbyll me hadithin e Profetit sallallahu alajhi wasallam, i cili siç e përmendi edhe Kevin në fillim, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë: "Mamin me uludin illa yulad al-fitra." Nuk ka njeri që lind vetëm se lind në fitra. Janë pastaj prindët e tij, thotë, nëna dhe babait, të cilët ata e kthejnë atë në hebre, pra në jude, apo qifut, në të krishter, apo në zoroastrian, pra zjaravdhurus apo zjarafutist, e që e kthejnë atë në këtë
E ngjashme thot profeti alayhis salam si ajo kafsha apo baktia kur lind, nëse lind baktia e shikoni thot atë që nuk ka asnjë dëmtim në trup. Pra nuk ka ndonjë dëmtim në trup. Dhe më pas mund ta shikoni për shkak se njerëzit ose presin veshin ose i lënë një shenjë, pra me kalimin e kohës, por kur lind baktia lind e shëndosh pas një lloj defekti. Pra kështu ka krahasuar profeti alayhis salam. Po shikoni këtë hadith, profeti alayhis salam nuk përmend fjalën lind në islam. Mirë po, interpretimet e shumicës dietarëve apo seleve kanë thënë që këtu në këtë rast bëhet fjalë për fitra do thotë natyrshmëri, pra diçka e krijuar në mënyrë të natyrshme. Bëhet fjalë për islamin, pse? Sepse Allahu xhallahu kur ka thënë në Kur'an në surën Rum, fitratullahi allati fatara an-nasa alayhi la tabdila li khalqillah dhalika dinul qayyim walakin akthara an-nasi la ya'lamun. Ka thënë kjo është fitra e Allahut, pra krijimi i Allahut në të cilën Allahu xhallahu i ka krijuar njerëzit. Kjo është feja e qëndrueshme dhe nuk ka ndryshim te krijimi i Allahut xhallahu, por shumica e njerëzve nuk e din. Pra nga ajeti kuptohet që Allahu xhallahu kur përdor fjalën fitra në këtë rast për krijim e ka për islamin. Po një pjesë e njerëzve, sepse ka pas debate me ulemave, nuk ka unitet ose konsensus ndër me ulemave në interpretimin e këtij hadithit, por kanë thënë Islam këtu nuk bëhet fjalë për islamin, po themi ne që fal namazin, njeh profetin alayhis salam e gjitha këto. Jo, bëhet fjalë për atë islam që i përshkon të gjithë profetët. Islami thotë që ai islam që është në nshtrimin ndaj Allahut është njohja e një Zotit vetëm. Dhe njohja e disa atribute dhe thelbësore të Zotit dhe në shtrimin ndaj tij. Ky është Islami për të cilën apo fitra në të cilën thot profeti alayhis salam dhe pastaj mjedisi është ai që ndikon. Po fitra është ajo natyrshmëri me të cilën njeriu lind. Është një lloj aftësie ose një lloj intuite apo një lloj instikti i brendshëm, jo instinkt fizik. Njeriu ka dy lloje instikte, instikte fizik dhe instikte psikike ose mentale. Instinkti fizik për shembull kur fëmia del nga barku i nënës, instinkti i parë është të thithi gjirin e nënës për të pirë për të qumësh. Kush e ka mësuar? Askush nuk ka mësuar, është instinktive. E ka të gdhëndur në hardware. Njeriu po ashtu nuk lind tabula rasa. Nuk lind fletë bar, en bosh, siç mendojnë njerëzit. Harroni këtë, nuk ka njeri që lind bosh, me fjalë lind bosh, po lind me një premis për të njohur Zotin. Madje ka për dietarëve të Islamit, si Sheh Islami te Mia apo të tjerë të cilët e shtyjnë edhe më tepër këtë thotë. Jo vetëm që lind me premisën që për ta njohur Zotin, por ai në vetvete edhe i njeh në një mënyrë Zotin. Dhe këtë është ajo që shpjegon libri i sotëm. Pikërisht përmes provave dhe eksperimenteve kanë treguar që njeriu, fëmia nuk mund të indoktrinohet. Indoktrinohet mbasi kalon moshën e caktuar, por eksperimentet tregojnë që njeriu lind me një lloj besimi. Për ta krahasuar këtë me që besoj këtu ka që ndjekin dhe IT apo shkencat kompjuterike, me që kompjuteri tenton të imitoj mendjen njerëzore, fitra çfarë është fitra? Fitra është hardware. Jo software. Hard disku është bosh. Është një lloj Allahu thotë në Kur'an, wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamun shay'an. Allahu xhallahu ka nxjerr juve nga barqet e nënave tuaja dhe nuk dini ta zgjerr. Edhe hard disku është bosh. Po, a ka mundësi, kush ka studiuar kompjuter, ta bëjmë pak kështu, a ka mundësi të punoj kompjuteri bosh fare? Nuk ka mundësi të punoj bosh fare. Dohet ajo BIOS-i. BIOS-i është ajo programi i hardware-it, që nuk është hard disk, basic input output system, me fjalë sistemi bazik i hyrjet daljeve. Pa një kod fillestar, pa një kod të programuar që e ka kompjuteri që vjen nga fabrika, nuk punon, nuk mund punoj kompjuteri. Pse? Sepse operon sipas një lloj sistemi që i thon njashmëri apo paragjykim induktiv. Pra, përcakton çfarë të zgjidhet, çfarë mos zgjidhet. Këtë ta marrë, këtë ta injoroj. Kështu dhe njeriu. Kështu dhe njeriu lind. Njeriu nuk lind bosh. Tini të bindur. Dhe kjo është një argument më të fuqishëm shpeshherë edhe përdoret kompjuteri për të kuptuar sepse njerëzit nuk e kuptojnë këtë. Nëse njeriu do të ishte neutral dhe fitra do të ishte neutral, do të ishte bosh fare, as besim as mos besim, siç ka pasur për dietarëve që kanë thënë këto, njeriu nuk ishte në gjendje të mësonte. Harrojeni. Njeriu nuk mëson dot, ashtu si nuk mëson dot kompjuteri, nëse është neutral tërësisht, ashtu edhe njeriu
nuk mëson dot nëse nuk ka një anësi. Sepse ai nuk do të dallojë dot bie fjala zhurmën e derës apo të erës nga zëri i nënës. Pse e dallon ai? Pse dallon njëri nga tjetri? Sepse ka fitrën, pra lind me diçka të shkruar. Po fitra gjallërohet dhe kupton kur vjen informacioni nga jashtë. Vetë nga brenda nuk është në gjendje të artikulojë, sepse nuk ka dije dhe nuk ka informacion. Prandaj ai nuk ka dije, siç thotë Allahu Kur'an Kalim, por bie ka atë biosin apo hardware-in që është stampuar në të dhe ka lindur me të dhe vetëm përmes saj ai mund të kuptoj botën. Allahu është shpërblet të përmendë, nuk e di se sa minuta e mora. Allahu të shpërblet toç. Thjesht për të përmendur diçka të shkurtër, ajo që përmendi Hoxha faktikisht implikon një element shumë të rëndësishëm, pra universalitetin e fesë. Mund të themi edhe fillimisht universalitetin e besimit, po prej këtej duhet thënë edhe universalitetin e fesë. Se nuk ka kuptim domethënë një fe që nuk përfshin besimin, pra përndryshe do të ishte ideologji. Dhe në gjykimin tim, siç e thash edhe në fillim, ky libër përfaqëson një kritik shumë të rëndësishme ndaj sekularizmit edhe në terma kognitiv, pra edhe në terma shkencor, sepse ne besoj që jemi të bindur se të paktën në themel sekularizmi nuk është i vërtetë. Dhe një nga kritikat themelore që ngre kundrejt fesë është çështja e mos universalitetit. Pra feja nuk është universale. Për këtë arsye ne na duhet që ta zhbëjmë ose ta zhvendosim në sferën individuale, prandaj edhe individualizmi implikon jo universalitetin e fesë, kështu që sekularizmi thotë ta zhvendosim në sferën individuale sepse nuk është universale dhe ne na duhet një normë, na duhet një paradigme e cila ti përbashkësoj të gjithë, pra e cila të jetë universale. Dhe në gjykimin tim ky libër është një kritik themelore lidhur me këtë ide që përfaqëson sekularizmin. Po për të shpjeguar më në detaje, tani e ka radhën edhe përkthyesi i librit Klajt Bylyku. Bismillahirrahmanirrahim. Tani situata në të cilën gjendemi përbën apo domethënë prezantimi apo të folurit rreth këtij libri na vendos përpara tre vështirësive. E para merret e mirëqen që pjesa dërmuese apo pothuajse të gjithë nga ju librin ende nuk e kanë lexuar, edhe për arsyeën se është botuar ditët e fundit dhe për rrjedhoj nuk mund të ndërtojmë një artikulim duke marrë mirëqen që ju e dini paraprakisht se për çfarë bën fjalë libri. Problemi apo vështirësia e dytë përcaktohet nga fakti që kjo bisedë është duke u filmuar dhe nëse nga njëra anë neve e dim që jemi të gjithë të njëjtit lloj këtu, që do të thotë besimtar, musliman, nëse nuk do të ishte e filmuar, do të zgjidhnim të flisnim me një gjuhë e cila do të ishte të paktën në le të themi rend simbolik dhe terminologjik e vetkuptueshme nga të gjithë ne, por duke qenë se kjo filmohet, ne duhet që të ndërtojmë një ligjërim edhe duhet të përzgjedhim një shpjegim të kësaj që do të themi. Ne nuk mund t'i flasim njerëzve gjana të cilat nuk i themi mes nesh, apo t'ju themi gjana të tjera nga ato që flasin, që do të unë kam merak dhe e konsideroj themelor faktin që ne duhet të ndërtojmë dhe duhet të flasim për të gjitha gjanat e mundshme, duke filluar nga Kurani deri tek gjërat më elementare, me të njëjtën gjuhë që nëse dikush nga jashtë vjen atje tek ajo dera dhe hyn tani këtu, nuk do t'ju duhet, pra nuk do t'i duhej më tepër se 4 apo 5 minuta me përjashtim të vështirësisë terminologjike për të kuptuar se çfarë na mbledh ne këtu, se çfarë shqetësimi ushqejmë dhe përse po flasim praktikisht për Zotin apo për fjalën e Tij. Dhe kjo është një vështirësi e dytë. Dhe një vështirësi e tretë është që duke qenë se bëhet fjalë për një libër të shkruar nga një jo musliman apo mbi të gjitha për një libër që është shkruar për një ambient kulturologjikisht dhe politikisht larg prej nesh, që do të thotë në Shtetet e Bashkuara, ne duhet të ndërtojmë një lloj markimi të situatës se si mundet që ta shfrytëzojmë maksimalisht dobinë e botimit të këtij libri dhe çfarë është aty mangët apo që mungon, që vetvetiu dhe natyrshmërisht mungon dhe që duhet ta shtojmë ne tek e fundit fare. Nëse nuk e bëjmë këtë, atëherë ky përfundon në një, po themi, qok karshi të librit dhe jo në një dobi të plot ashtu siç duhet të jetë. Tani, dy fjalë për librin. Libri, siç e tha dhe
siç e tha dhe Kevi, është pjesë e asaj plejade të rëndësishme të sociologëve të psikologjisë, apo njëherë i quhen edhe psikologë të sociologjisë apo sociologë të psikologjisë, janë afër si fusha, që flasin për zhvillime apo për sjellje apo për mënyra se si shoqëria amerikane kryesisht ka menduar dhe ka artikuluar mendimin e saj në vitet 60, 70, 80, 90, dhe amerikanët, ndryshe nga evropianët që këtë mani për empirizëm dhe eksperimente e kishin një shekull përpara tyre, amerikanët e kanë pas në vitet 60, 70, 80 dhe autori është pjesë e kësaj shkolle, edhe pse libri është i viteve të vona. Dhe ky libër rreket që të vërtetoj në të gjitha mënyrat, kryesisht siç e tha dhe Kevi, përmes eksperimenteve apo përmes përvojave empirike, që fëmijët në të gjithë botën, pavarësisht kulturave dhe qytetërimeve, nuk janë krijesa të marra peng nga prindërit e tyre, pavarësisht se kujt qytetërimi apo feja i përkasin ata, por janë njerëz, janë foshnje, pra që rriten në njerëz të rritur, që e kanë të mbrujtur apo të ngjizur në, le të themi, mënyrë të brenda shkruar dhe të natyrshme për të besuar tek diçka. Neve në fillim tham për të besuar tek Zoti, por unë do të përpiqem që në pjesën e tretë, pra në atë shqetësim të tretë që kisha, ta sqaroja tani. Tani ne po flasim në mënyrë kështu pak si shumë të lumtur, me fjalë që po e vërteton edhe gjithë dynjaja që të besosh tek hynori apo të besosh tek Zoti është krejt e natyrshme, dhe përjedhoj ky libër mund të jetë, siç në fakt edhe është, një goditje ndaj tezës ateiste se gjithçka e mbinatyrshme është një, po them, produkt folklorik apo poetik i shekujve me radhë, por që në momentin kur vim në epokën e iluminizmit është momenti që t'i qërojmë këto dyshime. Dhe pikërisht ky lexim i modernizmit apo i skientizmit apo i shkencërizimit të së brendshmes njeriu, pasi i nxorri zinën edhe të jashtmes përmes dialektizmit materialist edhe pozitivizmit në fushën e filozofisë, filloi dhe të qëroi dhe të bëj hesapet me të brendshme. Tani problemi me këtë situatë në cilën e gjendemi është që krahas, dhe unë ndoshta jam disi polemik, por mendoj se ja vlen që ta bëjmë këtë, jo për hir të polemikës në vetvete, por për hir të asaj që thash, që detyra jon bie që të plotësojmë atë që mungon te ky libër për të bërë maksimumin e mundshëm, edhe për llogarit faktit që nuk kemi mbledh kot këtu, por edhe për atë që nëse dikush do ta lexojë këtë libër, sepse siç e thash, ditët e fundit është botuar, ta lexoj duke pas në konsiderat edhe këto fjalë që po themi ne sot, sepse kështu do të ketë mundësi që të përfitoj, shpresoj unë, plotësisht nga teksti. Tani, nga njëna anë, teksti, dhe ne gjithë e dim, ashtu siç thon evidencat kuranore dhe fjalët profetike, që njeriu natyrshëm nuk mund të mos besoj dot, që do të thotë njeriu është vetvetiu qenie adhuruese, qenie që beson dhe këtë nuk e lund topi. Por krahas kësaj, me të njëjtën lehtësi dhe për fatin e keq të gjithëve, dhe kështu është vullneti i Zotit dhe kështu e ka krijuar botën, njeriu që herët e derisa vdes është lehtësisht edhe qenie që bën idhujtari. Tani si ta kuptojmë në këtë që nga njëna anë ne ndihemi mirë dhe të kreshpëruar dhe të lumtur që besojmë një fe e cila në fundamentet e saj ka një fjalë aq të madhe sa hadithi i profetit sallallahu alaihi wasallam, që ne me krenarie përkthejmë që njeriu lind në islam, që do të thotë ne jemi autokton në raport me besimet e Zotit, kurse të tjerët janë risimtar që kanë përqafuar rrugë të lajthitura dhe që vetëm të çojnë në lajthitje, kur nga ana tjetër i gjithë teksti kuranor dhe i gjithë jeta e profetit në fakt është një përpjekje maksimale e pandërprer dhe e pareshtur për të dekonstruktuar dhe për të thërmuar praktikisht ateizmin. Tani, ajo që ne kemi si një detyrë tjetër, që
praktikisht del e katërta, është që nuk mund të mos flasim për Kuranin dhe nuk mund të mos flasim për Zotin dhe nuk mund të mos flasim për profetin sallallahu alaihi wasallam pa bërë llogarit se kush po na dëgjon. Në këtë rast, nëse kjo filmohet dhe del në publik dikush që nuk i përket besimit ton, duhet të përpiqet ose më saktë mund të përpiqet, ne nuk mund ta përjashtojmë të që të kuptojë se çfarë themi ne, pra ne nuk mund të flasim pa bërë llogarit se kush do të jetë receptuesi i kësaj fjalës son. Dhe kjo na ve përpara detyrimit që të ndërtojmë një ligjërim duke pas parasysh gjatë gjithë kohës se nga cilat grupe shoqërore dhe nga cilat klima psikologjike dhe nga çfarë ambienti kulturor përbëhet shoqëria jonë. Përndryshe rrezikojmë që të flasim me vete. Që do të thotë, nëse nga një anë në vitet 90 apo deri në vitet 2000 debati apo sfida kryesore e besimtarëve që kryesisht ishin nga moshat e reja dhe që domethënë ishin në situatën utopike dhe ndoshta pa precedent, paktën ndjenin time, ku davet i bënin fëmijët prindërve dhe jo prindrit fëmijëve, me një fjalë. Sot 20 vite më pas jemi në një situatë tjetër dhe në qoftë se do të flasim në terma elektoral, bastionet që janë më problematike dhe që nuk po mundemi dot që të depërtojmë në to, edhe që t'ju fitojmë zemrat edhe t'i bëjmë, domethënë jo në kuptimin numerik të fjalës, por që t'i bëjmë njerëz që të reflektojnë rreth të vërtetës së Zotit dhe të profetit sallallahu alaihi wasallam, nuk janë më ateistët, sepse ateistët praktikisht nëse ka një domethënë një moshë të vështirë në këtë shoqëri është ajo e ditëlindjeve 50-a, 60-a, e cila pak nga pak po largohet nga kjo botë. Vështirësia kryesore edhe që dominon sot janë moshat duke filluar nga 15-20 vjeç deri në moshën 40 vjeç, që do të thotë janë rritur në pluralizmin politik të pas viteve 90. Në këtë kuptim neve gjendemi përballë një situate e cila më tepër se sa me ateizmin dhe me mosbesimin duhet i bëjmë llogarit me idhujtarinë, sepse idhujtaria në Kur'an përmendet si gjëja më shkatërrimtare dhe më famkeqe e mundshme, por njëherëzi paradoksalisht përshkruhet si gjëja më e lehtë e mundshme, që do të thotë në krahas faktit që vërtet njeriu lind me natyrshmërinë e tij për të besuar tek gajbi apo për të besuar tek Zoti, nëse doni ju, nga ana tjetër e ka shumë të lehtë që ta harrojë origjinën e këtij Zoti, edhe e ka pra origjinën e këtij besimi tek ky Zot, dhe e ka shumë të lehtë që krahas këtij Zoti të ndërtoj, të shpik, të sajoj apo të besoj lehtësisht në zota të tjerë. Që do të thotë, ka një ajet kuranor në surën Isra që gjithmonë ka bërë përshtypje. Allahu thotë: "Kul law kana ma'hu alihatun kama yaquluna idha labaghaw ila dhil arshi sabila." Ky është një ajet që përkthehet që thuaj o Muhammed, nëse ka zota të tjerë krahas Allahut, siç ata po thonë, që do të thotë tu ka një nuancë që Allahu, edhe pse në plan të parë duket sigurisht një jetë si gjithë tjerët që denoncon dhe rrëzon shirkun apo idhujtarinë. Në një moment Allahu, po themi në shkencat sociale përdoret të fjalë që i përvoli studimi. Në një moment Allahu pranon që nëse do të kishte zota të tjerë krahas Allahut, siç thon ata, atëherë ata, po e shtoj unë tefsirin, pra nuk u shihimi, por në klapa, nëse këto zota të tjerë do të kishin vetë dijen që po adhurohen apo po ju kërkohet ndihmë për t'ju ofruar tek Zoti nga njerëz të ndryshëm, atëherë ata vetë të parë do të kërkonin të gjenin një rrugë drejt arshit hyjnor, që do të thotë ashtu siç profetët, cilët janë qenie të gjalla dhe njerëz të vetëdijshëm, në ditën e gjykimit do të distancohen nga adhurimi i gabuar i njerëzve që i kanë marrë ata si ndërmjetësues për tek Zoti, edhe ato që autori i quhen inanimate objects, që do të thotë ishujt, gurët apo drurët apo
si quhen, gjindët apo shpirtrat e pyllit, që është një reminiscencë nga terminologjia norse, apo ajo aftësia e madhe apo nuhatja dhe instikti i lindur i fëmijëve për të gjurmuar agjent, dhe ai e quhen atë që është hynore apo gajt, e quhen providencë apo i quhen agjent apo i quhen qenie, të cilat mund të kenë një farë ndikimi në univers dhe në gjithësi. Atëherë këto agjent hynor, këto ilah, në qoftë se do të kishin një fije vetdije se janë duke le të themi qenie të gjalla të çfarëdo lloj rendi, atëherë këto të parat do të rendin drejt arshit hynor dhe do të gjenin një rrugë për tek Zoti, që do të ishin adhuruesit e parë të Zotit, duke i braktisur ata të cilët i konsiderojnë si ilah krahas Zotit të Madh. Në këtë kuptim, dhe pastaj ajeti tjetër është subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira, që do të thotë Allahu është i pastur nga ky tmerr i madh që ata artikulojnë, që do të thotë tmerri i madh nuk është të mos besosh Zotin, kjo është sigurisht tmerr i madh, por kjo është diçka që, siç e tha dhe Hoxha, në historinë e dokumentuar apo dhe pa dokumentuar, sepse ne kemi hadithet që nuk janë tekste historike, por janë shpallje, në historinë e dokumentuar dhe të dokumentuar dhe të pa dokumentuar të njeriut, ateizmi në kuptimin jakobin të fjalës është një gjë kaq e rrallë dhe është një gjë që edhe sot e kësaj dite nuk ekziston më. Me mbylljen e modernes nuk ka më ateizëm në kuptimin shkencor të fjalës, në kuptimin marksist të fjalës, në kuptimin enverist të fjalës. Dhe është idhujtaria ajo për të cilën u dërguan profetët dhe që ishte aspirata kryesore e të gjithë të dërguarve të Zotit për të mjekuar. Por nga ana tjetër ne nuk mundemi dot që të sillemi sikur shoqëria jonë duhet me dovemos që të jetë idhujtare në kuptimin njësoj, pra në të njëjtin kuptim teologjik si idhujtaria e përshkruar në Kur'an. Unë përpiqem që të tërheq vëmendjen vazhdimisht kur bëj biseda, jo thjesht në këto nivele me kaq shumë njerëz, por edhe në biseda private me njerëz dhe miq të mi, që ne nuk mundemi dot kurrësi të hiqemi sikur idhujtaria apo shirku, ky zullum dhe kjo padrejtësi e madhe siç përshkruhet në surën Lukman, që të merret seriozisht nga ne duhet njësoj të jetë identike me atë të përshkruar në teologjinë e Kureshëve në Kur'an, sepse situata politike, situata kulturore dhe situata historike është krejt ndryshe, por njëherëzi është krejt ndryshe ajo situatë kulturore dhe politike dhe sociologjike e Shtetet e Bashkuara nga ky shkruhet libri dhe ajo e shoqërisë shqiptare, dhe detyra jonë kryesore për te këtij promovimi dhe për te këtij prezantimi është se çfarë do të bëjmë me idhujtarinë e bashkëkombësve tanë, që do të thotë 300 metra në vije erore nga ky vendi ku jemi ne sot, në sheshin e qytetit tuaj, me fjalë ju e dini se çfarë bëhet. Ne bëjmë gabim në qoftë se mendojmë që ajo është thjesht një shpërfaqje komerciale e disa njerëzve të cilët duan të shesin qoftë edhe birra. Ai ishte një ritual dhe ai ishte një besim, që do të thotë ju e dini shumë mirë se në për këtë territor lukunite pa numërta të plakave që shkruajnë nuska edhe që përpiqen që të ndihmojnë njerëzit, edhe ata që kërkojnë derman nga, nuk e di unë, zilia e hallave apo nga sëmundjet ndryshme janë të panumërta, dhe fakti që ato janë në mesin tonë dhe ky është një fakt i pamohueshëm, është një le të themi shqetësim shumë i madh se a do të mundemi ne dot që ta jetësojmë mesazhin kuranor duke e marrë seriozisht jo vetëm faktin që njerëzit lindin besimtar, po e quaj unë këtë, por nga ana tjetër njerëzit edhe lehtësisht shndrohen në idhujtar. Ju e dini shumë mirë që në prime time në televizoret tona me fjalë del Meri Shehu dhe thotë që ata të cilët kanë për qëllim të hedhin hapa në investime financiare duhet presin, nuk e di unë, të dalë Venusi nga ujori, apo ata të cilët kanë për qëllim të përfshihen në marrëdhënie romantike duhet presin që, nuk e di, t'i bjerë zemërimi Jupiterit. Këto nuk janë batuta, këto thuhen në televizion, këto theksohen nga Rodina Magjistari, këto shtypen në gazetë, këto dalin në internet, këto besohen nga ky milet, dhe kjo është praktikisht shumë shqetësuese.
Problemi është që idhëria, nëse nga njëra anë është lehtësisht e mbritshme dhe lehtësisht mund të, pra në mënyrë të lehtë mund të shkërmoqesh edhe mund të shkosh tek ajo nga ana tjetër, ata të cilët kanë ndërtuar sisteme idhujtare nuk janë aq të pafajshëm dhe nuk është edhe aq e lehtë sa t'ju afitosh zemrën. Për shembull në surën Furkan është një ajet i tmerrshëm që për herë kur e lexoj kuptoj që e harroj dhe çdo herë që e rishof më kap në befasi. Allahu thotë, nëse nuk do të kishim qëndruar besnik dhe të sinqert ndaj idhujve tanë deri në fund, atëherë ky njeri do të na humbiste. Denoncimi vjen ndaj profetit, që do të thotë, nëse nuk do të kishim treguar besnik dhe durimtar ndaj idhujve tanë, ai gati sa nuk na devijoi. Ne dim që në terminologjinë kuranore kryesisht humbja është një akuzë e Zotit ndaj atyre të cilët humbin, por ky është një citim i Kureshëve, të cilët në një moment caktuar duhet të ketë qenë një situatë ku ata po fitonin terren dhe po i runin rradhët e tyre, thonë që nëse nuk do të kishin treguar besnik dhe nuk do të kishin bërë durim ndaj tij, atëherë ai gati sa nuk do të na kishte devijuar dhe do të na kishte larguar nga idhujt tanë. Dhe pastaj Allahu thotë që ata do ta shohin kur të shohin ndëshkimin se kush ishte në rrugën e gabuar. Në këtë kuptim, mënyra se si profeti sallallahu alaihi wasallam u komportua me Kureshët është e njëjta siç ne duhet që të sillemi me të gjithë infrastrukturën e idhujtarisë, duke filluar nga ajo në komunikimet me njerëzit edhe me të afërt tanë, deri tek ajo e cila është, le të themi, e ndërtuar në mënyrë virtuoze, për fat keq edhe të jashtëzakonshme edhe në nivele mediatike. Për shembull, nga kronologjia dhe nga kronikat e sirës profetike më kujtohet një bisedë e jashtëzakonshme në vigjilje të marrjes së Mekës nga ana e profetit sallallahu alaihi wasallam, midis Ebu Sufjanit dhe midis Abbas ibn Abdul Muttalib. Dhe profeti e fton në mënyrë përfundimtare për herë të fundit Ebu Sufjanin për të përqafuar besimin, sepse për ndryshe nesër do të hyej në qytet dhe nuk do të kishte të njëjtën, le të themi, pritje bujare siç ai praktikisht ja fali dhe ja bëri. Dhe Ebu Sufjani i thot një gjë që më ka bërë për herë përshtypje, i thot, për kaq kohë sa kemi shpresuar të fitojmë kundër jush, praktikisht ishin bërë 19 vjet, tek gjithë këta cilët kemi shpresuar që do të na ndihmonin kundër teje, fakti që asnjëri prej tyre që do të thotë Lata, Uza, Menata, Hubel e tjerë, praktikisht ishin 360 brenda në qabe, atëherë nëse këta do të ishin të vërtet, dikush, qoftë edhe njëri do të na kishte ndihmuar ndaj teje, apo ndaj Zotit tënd. Fakti që nuk e ka bërë do të thotë me siguri që Zoti i vetëm duhet të jetë Allahu. Ndërsa përsa i përket faktit që ti po më kërkon që të besoj dhe pjesën e dytë të shahadetit, që do të thotë që ti je i dërguar i Zotit, për këtë ende nuk bindem. Tani të kapemi me pjesën e parë. Kjo çfarë tregon? Që do të thotë Kureshët e kishin besuar me sinqeritet idhujtarin, kishin besuar me sinqeritet tek idhujt dhe kishin besuar me sinqeritet në kuptimin që ashtu si sinqeriteti të fut në xhenet, ashtu dhe sinqeriteti të fut edhe në zjarr. Që do të thotë kjo është diçka shumë serioze, kjo është diçka shumë e fortë dhe nëse ka diçka që në shoqërinë tonë na e bën, dhe me këtë do ta mbyll, na e bën akoma dhe më të vështirë ta shtuquajturin davet apo ftesën e njerëzve në fen tonë, sepse këtu nuk bëhet fjalë që njerëzit të besojnë. Puna është që njerëzit të besojnë nuk çon masi vet. Që njerëzit të besojnë është gjysma punës, që do të thotë i gjithë libri është i jashtëzakonshëm, por pak të shpjegim gota është e mbushur për gjysmë. Gjysma tjetër është që ne duhet marrim konsiderat që nga pikpamja psikologjike Kureshët dhe shoqëritë kuranore dhe shoqëritë deri në fundin e shekullit 19 plus minus kanë pasur një karakteristikë që sot nuk e kanë. Karakteristika ka qenë që njerëzit kanë pikasur, kanë pranuar dhe kanë denoncuar në forma të ndryshme faktin se ata janë bosh, që do të thotë jo bosh në kuptimin tabula rasa, por ata janë në kërkim të një të vërtete, ose më saktë
edhe në rastet kur e zotron një të vërtetë, ata janë në kërkim të një vërtete akoma dhe më të mirë, në cilësinë e një pakete kuptimore që t'i japi ekzistencës tyre rëndësi dhe kuptim. Që do të thotë e vërteta është jashtë, feja është jashtë, narrativa fetare është jashtë, narrativa shkencore është jashtë, një ide apo botë kuptim filozofik është jashtë dhe ne duhet bëjmë më të mirën e mundshme, kanë menu pra praktikisht flas në nivel elitash dhe të zotësh menjesh me një fjalë, dhe ne duhet bëjmë më të mirën e mundshme për të gjetur më të mirën dhe për ta përqafuar atë. Në njësoj, në qoftë se shohim situatën e vigjiljes së shpalljes, profeti sallallahu alaihi wasallam bashkë me ata të ashtu quajturët në historiografinë tonë si Hunefa apo Hanif, që do të thotë ata besonin intuitivisht se ky besim i teologjisë apo i panteonit të zotave dhe idhujve të Kureshëve kishte diçka që nuk shkonte, Zoti duhej me do e mos besuar në një tjetër formë, por ata nuk e dinin. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam, që nuk ja tha askujt asnjëherë se çfarë mendoi në atë shpellën Hira, gjithmonë bëi pyetjen se çfarë duhet të ketë menu kur shkonte javë të tëra, shpeshherë edhe pa u kthy disa net në shtëpi dhe meditonte rreth Zotit. Ne dimë që ai meditonte rreth Zotit, po pyetja është se çfarë praktikisht ka medituar, që do thotë Zoti e përgatiste që nga pikpamja intuitive dhe shpirtërore ai e kuptonte që me shoqërinë e Mekës ai nuk pra ishte diçka shumë e rëndësishme që nuk shkonte, por ai ende nuk e kuptonte. Dhe provë për këtë është që edhe kur i vjen Xhibrili në fillim për herë të parë ai nuk e kupton se çfarë do të thotë ti je një profet dhe pastaj është biseda me Orakan e tjerë me radhë. Por kjo është shumë e rëndësishme nga pikpamja psikologjike që Kureshët nuk refuzuan integritetin e tij. Në surën Al-An'am është një jetë jashtëzakonshëm ku Allahu thotë që nuk je ti ata të cilin ata po e mohojnë, që do të thotë reputacioni yt dhe integriteti yt moral dhe njerëzor është i shkëlqyer, por janë ajetet e Zotit, që do të thotë nuk thotë është Zoti ai që ata po refuzojnë, por janë ajetet e Zotit. Dhe vazhdimisht akuza kryesore që Allahu e përmend në Kur'an që ata ja bënin është që ai po thot për Allahun një gënjeshtër, që do të thotë yaqulu alallahi kadhiban, që do të thotë ai nuk po na sjell një Zot cilin ne nuk e njohim. Ne e njohim forma përmes cilës ai po na tregon për të na rikthy pra tek besimi që ai e quan të drejtë i Ismailit dhe i Ibrahimit alayhis salam, është diçka që është e panjohur për ne, që do të thotë ata ishin të gjithë besimtar në kuptimin klasik të fjalës, por ata ishin një herazi që të gjithë idhujtar. Ama në avantazh të madh në raport me situatën e sotme, profeti i dërguar i Zotit sallallahu alaihi wasallam ka pasur se ajo ishte një shoqëri e cila ishte në kërkim të së vërtetës, ishte në kërkim të diçkaje dhe pastaj në fund fare, përtej të gjithë makinacioneve, po themi ekonomiko-politike, ai ja doli që të ndryshonte me themel të paktën gadishullin arabik që në të gjallë të tij. Ndërsa ne gjendemi në një situatë ku në të ashtu quajturën frymë postmoderne, njeriu përpara se të na marrë ne apo shoqëria në tërësi, përpara se të na marrë ne seriozisht, duhet që të ketë një infrastrukturë shpirtërore e cilën nuk e ka dhe nuk e di se kur mund ta ketë më, sepse gjasa i herë për herë nuk ka se mund ta ketë, që ai nuk është në kërkim të një të vërtetë jashtë vetes, për arsyeën se kur e vërteta apo kur mënyra e qenit konceptohet vetëm në nivel ndijor apo estetik apo po themi në kushte të plota irracionaliteti, ai e ka të vërtetën brenda vetes. Dhe ne, unë mendoj në mënyrë modeste, por ne vështirësinë më të madhe për t'u folur njerëzve për besimin e drejtë dhe për t'i larguar ata nga idhujtaria, kemi parasgjidhash këtë gjendje, këtë mënyrë psikologjike të qenit të shoqërisë shqiptare, e cila sigurisht vjen nga Evropa dhe Amerika është e gjitha e zhytur në këtë frymë me fjalë që njerëzit nuk janë në kërkim të një të vërtetë, që do të thotë ne jemi duke ju dhënë një invariant sipas nesh të saktë të diçkaje për cilën ata nuk kanë nevojë. Dhe detyra jonë bie që është pikërisht ky momenti kur ne çdo herë që do të flasim për besimin dhe çdo herë që do të flasim për mënyrën se si njerëzit lind kanë besimtarë dhe që ne e besojmë sigurisht, duhet që të ndërtojmë një klim incandescence ku atëherë që e cila të na vlej për një
përplasje me idhujtarinë dhe për një imponim të gjitha formave me këtë të keqe të tmerrshme, nëse dëshirojmë që të bëjmë më të mirën e mundshme dhe të jemi në metodën apo rrugën e profetëve, aspirata ekzistenciale të cilëve ishte pikërisht kjo. Përndryshe pa këtë dhe duke u jamush mendjen vetes se për Zotin apo për besimin mund të flasim edhe për njëri tjetrin duke shpresuar se Zoti ja hap zemrën atij kujt të doj, rrezikojmë që në rastin më të mirë të përfundojmë në një, po e quajmë teuhidomani qesharake, duke folur vetëm për besimin si një vlerë në vetvete, por që nuk të çon askund tjetër për të ftuar të tjerët, apo në rastin më të keq në një monolog vetë kënaqësie që mund të na bllokojë dhe pastaj të vi momenti ku ta kuptojmë që mund të mos jemi dot alternativë për të tjerët. Pra besimi është, çështja është se si do t'ja bëjmë me idhujtarinë e cila nuk duket aq e kollajt, është shumë e vështirë dhe nuk duket aq e papranishme, por është plotësisht e pranishme. Libri nuk është libër fetar, kemi parasysh. Libri vjen si për muslimanët, si për të krishterët, si për ateistët, për të gjithë vlen. Sa i ka një mbyllje ku jep këshilla edhe për ata që besojnë dhe për ata që nuk besojnë. Vetë Justin Barrett, me fjalë që është psikolog kognitiv, pa merret në psikologjinë e fëmijëve ose psikologjinë njohëse të fëmijëve çështjen fetare. Nuk është ateist, është besimtar, i krishter. Por për shkak të situatave dhe rrethonave që përmendët tek Klajdi, është detyruar të shkruajë librin me terma me dhe regula ose në fushës vetë pa dhe i farë mënyrë laike. Shiko, laicizmi nuk është neutral. Nuk është neutral. Nuk ka njeri neutral në këtë botë. Sepse njeriu lind për mos qenë neutral. Si kompjuter që ja thash. Dhe duke qenë se nuk është neutral, ka një lloj anësie, pa i mundohet me qenë neutral dhe përdor terma shkencor. Në bazë të eksperimenteve që ka bërë. Ai e fokuson faktin, merr si shembull, për shembull, disa elemente, përmend 3 elemente që përmend libri dhe mos zgjatë për ta kuptuar. Përmend që njeriu është i prirur të zbulojë agent, domethënë veprues. Veprues. Me fëmijë që i vogël janë bërë eksperimente në mënyrë të tillë që kur ndodh një ngjarje, ai vetiu fëmia kupton që dikush e ka shkaktuar atë, dhe nuk vetëm të shkaktohet. Ka një prirje që i thot ai fizik primitive ose fizik elementare. Për shumë një fëmijë, nëse ti i hedh një top nga lart poshtë dhe e vë para, ai fëmia nuk di të flasë. Po i shikon një ekran. Nëse hedh një top nga lart poshtë dhe ai shikon që bie topi nga lart poshtë. Dhe nëse vjen një top që kërcen nga poshtë lart, ai tërhiq vëmendjen kjo dhe jo kjo. Nga e kupton, e shikon sepse tërhiq vëmendjen e fëmijës me fjalë nga shikimi, sepse ai nuk e kupton, fëmia nuk flet, nuk ka mësuar akoma të flasë. Apo shembuj të tjerë, për shembull, pse tërhiq vëmendjen kjo, sepse kjo është e panatyrshme, që të kërcej diçka, në kundër me gravitetin. Domethënë, nuk ka njohur akoma jashtë hapësirës, se kupton se ka gravitet. Ose një shembull tjetër, për shembull, i jep një fëmijë 6 muajsh, duke parë një film që është dikush duke ngjitur një mal, dhe një kukull e ndihmon të personin duke u ngjitur në mal, kurse një tjetër e kundërshton. Pra nuk përpiqet ta hedh poshtë atë. Dhe këto kur të dyja kukullat i jepen fëmijës, fëmia merr atë kukullën, të cila e ndihmon këtë personin, dhe ka raste kur e ndëshkon të tjetrin. Kush e mëson atë? Janë pyetur fëmijë të vegjël edhe nga familje laike ose familje ateiste. Dhe i kanë dhënë opsione në mes botës së shkrijuar vetvetiu, a ka krijuar baba jot botën apo ka krijuar një Zot i përfuqishëm. Dhe ka zgjedhur Zotin shumicën e rasteve. Pra ka shembuj të tillë pafund që jep ai për treguar që këto edhe në familje laike apo familje ateiste, fëmijët janë të prirur vetvetiu të shkojnë nga besimi. Edhe pse ata nuk kanë gjendje ta shprehin, por në momentin që ngacmohen, ata japin. Dhe janë përveç kësaj jep një argument tjetër, thotë janë të prirur të kuptojnë teologji ose qëllimshmëri, që ta kuptojnë. Ne I japim kuptim çdo lloj akti dhe shpesh të rastësishëm, ky ka bërë qëllim themi ne. Teoritë konspirative që zhvillohen vijnë pikërisht nga kjo tendenca e njeriu për t'i dhënë qëllimshmëri çdo lloj veprimi, edhe të rastësishëm edhe kot.
Edhe një fenomen natyror që shpjegohet në mënyrë shkencore, njeriu ka tendencë të japi qëllimshmëri. Pse? Sepse shikon pas asaj agent, pra veprues. Po ashtu fëmijët janë të prirur ta shikojnë gjërat e mbinatyrshme që dinë gjithçka. Kanë bërë eksperimente, për shembull, kanë marrë një kuti me llokume ose me karamele, apo kupton ti? Dhe ai ka futur lapsa dhe ka treguar fëmijës se di ti dhe unë thotë. Dhe ka thënë, a mund ta di mamaja këtë, thotë? Mamaja thotë nuk e di, thotë. Po Zoti mund ta di, po Zoti e di se çfarë ka. Pra eksperimente të tilla që tregojnë, dhe ai nxjerr bën një rezume të gjitha këtyre për treguar që njeriu për fëmijë edhe pa indoktrinuar beson tek Zoti. Por ai përdor shpesh emrin Zota. Pra nuk e lidh çdo gjë me Zotin. Dhe kjo është e rëndësishme për të kuptuar ky libri, se ka një koncept të gabuar, është thënë sikur presupozuar që nga Auguste Comte të tjerë përpara edhe Herbert Spencer, të gjithë këta filozofë kanë thënë që njeriu ka filluar nga politeizmi. Ka filluar nga ose më saktë jo nga politeizmi, nga animizmi. Çdo thot animizmi? Ti beson se ka qenie, pema ka një shpirt, ka qenie të padukshme, shpirt, gjins, shejtan, me të gjitha këto e mbushin botën dhe këto bëjnë këto gjëra që janë padukshme. Ka evoluar nga animizmi, ka evoluar në politeizëm, pra ka qenë zota të mëdhenj, dielli, hëna, ku diun, shenjtar të mëdhenj, këta janë politeistët. Dhe pastaj nga politeizmi ka sjell në monoteizëm. Pra ka këto tre faze, sigurisht që ndalen në disa faza të tjera në ndërmjet, por këto janë tre fazat kryesore. Dhe libri ngjelet në këtë lloj faze. Nuk është se përjashton ekzistencën e Zotit, ka një problem. Interpretimi laik i politeizmit është i gabuar, sepse politeizmi nuk përjashton monoteizmin. Ekzistenca e politeizmit në historinë njerëzore nuk e përjashton monoteizmin. Ne e dimë vetë historinë, ku Allahu na thot në Kur'an. Me fjalë për Kureshët nuk është se nuk e njihshin Allahun. Ule inseltehum men khalaqa samawati wal ardha la yaquluna Allah. Nëse ti do të pyesësh ata kush krijoi qiellin, do të thonë Allah. Problemi ishte se ata besonin krahas me Allahun dhe shirku kryesor nuk është që ka zota të barabartë. Jo, ka një Zot të vetëm që është i madh, por që ka dhe zota të ndërmjetëm. Me në hinduizmin, nona e idhujtarisë në botë ka miliona zota. Por ka një Zot Brahman i madhi, që nga ai kanë dalë gjithë zotat e tjera. Kështu besojnë ata. Dhe kjo është që shpesh ta laikët nuk e kapin këtë, dhe kjo ngelen në këtë stad dhe duke që autori ka ngelur aty, edhe sepse ai mundohet të ketë strikt me ato elemente shkencore laike, kupton ti? Që ekzistenca e politeizmit nuk e mohon monoteizmin, por njerëzit krahas besimit që besonin një Zot krijues, ndiheshin më afër me këta zotë dhe vegjël ose me këta ndërmjetësit, me këta xhinët ose me këta melajket ose me këta që shërbejnë në ndërmjetës. Dhe kjo është ajo që kemi thënë Kur'an, që ne dimë, që dhujtaria ekziston bashkë me besimin në Zot. Që ekziston bashkë me besimin në Zot. Pra ka një Zot i madh, Zot i madh, Kronos, si për shembull ke grekët. Nga Kronos i erdhën gjithë me radhë mrapa, Kronos do thotë koha, me thënë koha e pakoshme. E kupton? Këtë kuptim kanë nga ana gjysore. Edhe Zeus e më thënë tash, që ishte kreu i perëndive, apo Marduku që kishin, ku diun, Babilonasit, po ti shikosh të gjithë to fe politeiste e kanë nga një Zot madh, ose Nuni ke egjiptianët. Nuni kishin ardhur gjithë to raja e ku diun më thënë tash të zotët që adhuronin ta. Pra kishin një Zot të vetëm, pastaj nga ata degëzoheshin zotë të tjerë. Ky është politeizmi. Dhe kështu që në të vërtetë politeizmi apo idhujtaria është devijim nga monoteizmi. Pra është devijim nga fitra e natyrshme. A ka njeriu premisa për devijuar? Ka premisa për devijuar. Prandaj dhe nevojiten profetët. Sepse po të ishte fitra e mjaftueshme që njeriu të udhëzonte, Allahu xhallahu nuk i dërgonte profetët. Prandaj dhe i ka dërguar profetët. Dhe si ka quajtur Allahu xhallahu edhe Kur'ani dhe profetët, mudhakkirin, për kujtues. Çfarë kujtojnë? Çfarë përkujtojnë? Pikërisht fitrën. Sepse fitra, siç e thash, si puna është asaj puna biosit, biosi ka vetëm një funksion shumë të kufizuar. Pjesën tjetër e bën sistemi operimit Windows e software të gjithë me radhë. Dhe njeriu mund të devijojë për shkak të kulturës, për shkak të devijimeve e tjera, për shkak të epshit, më thënë tash, por fitra ngelet aty gjithmonë. Nuk zhuket fitra asnjëherë, sado që tërsohet. Dhe ku shfaqet fitra? Që thotë dhe autori, pa ka thënë Zoti përpara në Kur'an. Momentet më të vështira, më delikate, më krizat më të rënda ku njeriu ka krizë frikë ekzistenciale.
është në avion, thotë ai si shembull. Allahu thotë në Kur'an, neve s'kish avion, ko jepte anije. Kur ata gjenden në moment gati vdekje, kur s'kan asnjë shpëtimi. Nuk ka njeri që në ato momente mos i ngrehet fitra, mos i ngjallet shpirtra, edhe ku kërkohet një fuqi të mbi natyrshme. Po që ti drejtohet. Pra, që unë mundova të bëj një ekspoze librit, pak shkurt, do të them që libri nuk merret me faktin kush besim është i vërtet, politeizmi apo monoteizmi, po merret me faktin që të besosh është natyrshme dhe nuk është indoktrinim. Dhe gjithë ajo plejad mendimtarësh, ku di unë, shkencëtarësh, filozofësh që thonë që feja është indoktrinim, dhe duke qenë se është indoktrinim do të zhduket, kanë të shtuar. Të propon libri dhe kjo është vlera e këtij librit. Libri nuk të bën musliman në thel, a kupton ti? Por edhe pse ka shumë gjëra kur flet për fitrin që anojnë pikërisht me tezën e fitrës natyrshmërisë që ka Islami, janë shumë afër, jo çdo gjë, sepse kuptohet me fel, ai ka ato parimet e veta dhe këtë bën libri dhe vlen për të gjithë. Nuk vlen vetëm për muslimanë, vlen për të krishterët dhe vlen për ateistët, për të kuptuar që feja nuk është indoktrinim dhe duke mos qenë indoktrinim, ajo do të mbetet. Ma boni Allah se po thjesht për të plotësuar, ndoshta Zoti shpërblet thosh.